Mirë, do kalojmë çike një temë kështu showbizi sot. Ke shtatzania dhe kushtet se si bëhet, ndërtohet, si krijohet shtatzania. Flasim pak për Belën sot, për Monikën që kishte bërë një deklaratë. Keni dy përpara se të bardhët i veshit. Dhe shtatzania tjetër nga jashtë brenda, Erion Veliajt më fol pak për shtatzaninë, si mund të mbetesh shtatzan. Janë qenie kaq të neveritshme. Sa të bëj kafen. Po, janë qenie kaq të neveritshme, si Ajola, si Bela që shpikin shtatzani. Pikërisht për arsye të një situate penale që ato kanë për të shpëtuar burgut. Dhe shkëtyre spaku si maternitet, siç kishte thënë, se më me kush e tha shumë bukur. Koncepti i shtatzanisë së Belës dhe i Ajolës është gjë më qesharake e mundshme, por është fakt që ato shpikin dhe këto gjëra, se i kanë mjetet, kanë dhe mjekët, kanë dhe raportet mjekësore. Dhe po të bësh ekspertizë, kush do guxoj, kush taj mjek do guxoj thotë që Bela nuk është shtatzan. Sepse Bela të vret. Ka banda, ka mafios, ka kriminal me vete, ka gjitha kategoritë, ka dhe parat. Më mirë një mjek që bën sikur shef apo sikur shef gjë që s'është, se sa një mjek që të rrezikojë jetën apo jo. Pra kjo punë është shtatzanisë që sa hakush hyn ke diskreditimi i ekzistencës spakut në Shqipëri, që shkthyen në një strukturë krejtësisht fake, që në momentin e prisim të arrestojë Bela lirohet Ilir Beqa. Një nga kasapët e mjekësisë shqiptare. Një nga njerëzit që vrau e preu kush e di sa jetë njerëzish me atë që bërin në për spitale. Një qenie neveritshme që unë kam njohur, një djalë fundërrin e klasave, një njeri i shpifur, një spion zyshas, një gomar i madh me çorape të bardha, pantallona të shkurta dhe me sandale. Se kemi dhe mushatar, më kupton? Ne qeshtim me këta lloj qenish neveritshme, po këta mori Rama për të bërë pushtet, sepse qeniet neveritshme mund t'i binden këtij sistemi. Domthon kemi të bëjmë si thosh me diskretimin total të spakut. Dhe rasti Belindës, pavarësisht pretendimit sikur e ka fajin parlamenti, në thelb pistollu bën nga Altin Dumani. Ky maskara, ky Altin Dumani që futi në burg Edvin Prifti, shkenstarin Edvin Prifti, për të bërë karrierë në emër të ambasadës amerikane, sepse e futi Edvinin në burg për llogaritë të jurikimit, me urdhën që erdhi nga Amerika, për shkak se Edvin Prifti u targetua nga OBSH-ja si personi që kishte propozuar kurrën e ilaçeve dhe kishte filluar të broçkulliste kundër pandemisë në Shqipëri. Dhe po jo, ai broçkullisi që në mars 2020 ai goditi në shenjë duke na dhënë informacion mbi pandeminë, që është virusi. Dhe aty lexoi qartë pretendimin që ky nuk mund të ishte një virus natyror, por laboratori. Dhe kur Edvini propozoi në maj në një nga revistat më të shkencore në botë, të botës kirurgjikale, kurrën e koronavirusit, që ishte një revolucion në mendimin shkencor të kohës, ku tha nuk do t'i forcojmë imunitetin pacient, por t'ia dobësojmë, duke u referuar eksperiencës tij në transplante, ku kishte të bëj koncepti që kur ti uli imunitetin trupit nëpërmjet ilaçeve të transplantit që përdoret 100% 24 orët e parë dhe 50% 24 orët e dyta, kur bëhet i transplant, për shkak se trupi refuzon mishin e huaj dhe i ulet imuniteti që ta pranoj, ky zbuloi që ky ilaç mund të përdoret fare mirë kundër koronavirusit. Pasi koronavirusi kërkonte imunitet fort dhe agresiv, kur zgjente imunitet e humbiste funksionin. Dhe kur e çoi ky në revistë shkencore, ata e morën gjithë qef, pastaj i thanë jo në asnjë mënyrë s'botohet kjo gjë, se jo kështu ashtu, dhe e vun përgjim dhe Dumani, Altin Dumani, e ngriti karrierën mbi kockat e Edvin Priftit. Edvin ka shpëtuar mirë gjatë dhe kishin vrarë. Dhe ky Altin Dumani ç'bëri? 3 javë para se të humbiste mandatin, që do zvendësohej në SPAK, i bëri kërkesë qeverisë dhe parlament për pezullimin e Belinda Ballugut nga zëvendës kryeministre. Ky ishte si litari i varurit. Ke përgjigjë historinë që la litarin jashtë. Çfarë i duhej SPAK-ut të pezullonte Belinda Ballugun? Ndërkohë që ishte marrë një vendim i gjykatës kushtetuese për mos pezullimin e Erion Veliajt. E mban mend besoj. Ky me qëllim e vuri këtë gjë bashkëpunim me Ramën, që Rama të mos e lëshonte imunitetin e Belindës, gjoja në emër të
konfliktit të interesit, të spakut, të kushtetuses, sepse këtë nuk mund ta pezullonte spaku. Ai s'kishte punë fare me pezullu, ai thjesht kërkonte arrestimin. Dhe gjithë debati u bë me muaj për pezullimin nga zëvendësja kryeministre, ndërkohë që ajo duhet të arrestohej. Si Erion Velia. Dhe ku ishte gjithë sekreti i kësaj historie? Sekreti ishte që ata ndërtuan një histori fake, të manipuluar, që Velia ishte në rrugë. Dhe siç e dim, kur filloi lufta në Iran, Shqipëria u rreshtua në krahët e Amerikës, kur shumë shtete e refuzuan, dhe Amerika pezulloi procedurat që kishte nisur të godiste Ramën, që në muajin dhjetor 2025. Dhe s'mund të presësh që Amerika të godas kryeministri një vendi aleat në luftë. Lumshin durët dhe një Mimo Kafe edhe sponsorin e përshëndesim e kësaj kafeje. Kështu që dera jon për sponsor është e hapur, por vetëm dashamirës, njerëz të mirë, njerëz që na kuptojnë, na vlerësojnë, na duan dhe vlerësojnë atë siç ka thot avokati që diskutojmë këtu. Janë shqiptarë të mirë që na mbështesin me atë gjë që bën. Se thonë është çfarë bën dy të shmendur në këtë orë të vonë natës që flasin këtu. Unë jam çuditje nga shtëpia në orën 4. Edhe i dhe pak shenjat, sepse e vunë re, e vunë ne njerëz jemi, dobët jemi të lodhur. Jam 20 orë pa gjumë. Jo, 30 orë pa gjumë. 30 orë pa gjumë, se ka nga ata që e komentuan pak më lart aty, ishte një moment i shkurtër avokat, s'ka pse ta mohojmë njerëz. Mungon të kafe, kishte ky fajin. Po. Jo, ky e ka fajin. Kështu që njerëz jemi, ne vazhdojmë. Po le të ecim. Jo, ecim. Jo, ai albumi muzikor që po punoj unë, që pat ju, është punuar për 30 orë pa Mimo Kafe. Fantastike. Është 1 orë ca, ajo që dëgjuat ju vetëm 8 minuta. Është vazhdimi, ajo është vetëm njëra nga këngë. Sa këngë tjera? 9, 8, 10. Megjithëse 10. Megjithëse edhe 9 tjera pra. Edhe 9 tjera. Mirë. Nuk janë gjithë 8 minuta. Besoj se sqarove këtë rastin e Belës, domethënë. Se po zgjatet kaq shumë kjo. Si këto pa shkuar te pjesa e gjykimit, pa e arrestuar etj, kjo po nxjerr këto Bela nuk mund të arrestohet. Justifikimet. Më ta shpjegoj. Bela nuk mund të arrestohet. Sepse Bela ka thënë Ramës. Më me që unë arrestohem, mua më jedhin qesat ndet. Dhe unë e vetëm mënyrë që të mos arrestohem, je vetëm ti. Pra ta mbash ti koston e mos arrestimit. Thot Bela Ramës, nuk jam vetëm unë. Dhe në qoftë se unë do arrestohem, ti do varrosesh i çast. Sepse unë kam informacion të mjaftueshëm që bën bashkëpunëtorë e drejtësisë kundër teje. Dhe 4 ministra i ka caktuar Bela. Drejtori i policisë ka caktuar Bela. Bela është kryeministri aktuale e Shqipërisë. Rama është tashi një peng i Belës. Në një kuptim që Rama është detyruar të mbrojë Belën, jo se bën çfarë i thot Bela. Ma kuptove logjikën. Po do bëj çdo gjë që i thot Bela që është për mbrojtjen e Belës. Mendoj drejtori i policisë ka të Belës që ai të mos arrestojë Belën. E kuptove logjikën. Ndaj dhe spaku deklaroi në parlament që do arrestojë man BK-s, jo man policisë shtetit. Se s'mund të arrestojë Belën me Skënderhitan e Belës. Ma kuptove logjikën. Pra, me dy fjalë. Bela nuk mund të arrestohet. Sepse po arrestua Bela, nuk del më. Dhe sa vjeç është Bela? S'm ka interesuar na jemi thon drejtën, po. Është sa si shumë. Sa vjeç që del nga burgu? Çfarë do ketë ndodhur ndërkohë me Belën, brenda dhe jashtë burgut? Në moshën e Belës? Bela zhduket. Ngordh. Ai më mirë arratiset po të puna për të futur në burg. Dhe ajo që ndron aty duke thënë Ramës si dush. Ndoreke. Po u futa unë mren, ti u dogj. Pra ajo ka marrë peng Edi Rama. Në këtë kuptim. Dhe Rama se çon dot Belën. Pra kjo të sqarohet. Shtatzania ç'është? Është një alibi e përbashkët e të gjitha palëve që Bela të mos preket. Si që bën Majo Lexozën, sepse kanë precedentin. A e bën Majo Lexozën kështu, pse do ta bëjmë ndryshe me Belën? Se Rama dhe Velia nuk ngelin dot vetë shtatzën. Më kupton logjikën, as Meta. Gratë po ngelin. Në këtë kuptim, gratë shpëtojnë. Kush mund i kanë burg apo në rrugë? Po, madje sot i kishte thënë me siguri të madhe që unë s'kam mbet, mbajnë mend shënim te kishte thënë gazetarëve që unë s'kam mbet asnjëherë shtatzën. S'ka nevojë. Mu s'kemi me pana i shtatzën. S'ka nevojë, është për bashkëpunëtor. Është ironi për Ajolën, po është dhe bashkëpunëtore. Meta është edhe mendimin e saj.
mrena. I zhytur. E ka mrena dhe është zhytur. Pra, nga dush ta marrësh, nga dush ta rrotullosh këtë punë, kjo puna e shtatzanisë është një nga aktet më të neveritshme të kësaj klase të neveritshme politike, të këtyre figurave kaq të ndyra politike, që kujtojnë vetëm kohën e byros politike.